Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni vezë të zjera çdo mëngjes. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës dhe konsiderohen një ndër ushqimet e shijshme dhe të thjeshta që nuk të lënë kurrë në balë dhe duke përmbushur kështu shijen tuaj të veçantë. Në vitet 70, vlerat e vezëve u përbaltën pas pretendimeve se ato rrisnin nivelin e kolesterolit në gjak, por studime shkencore të mëvonshme treguan se ato kanë vlera të larta ushqyese që ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës dhe ofrojnë përfitime të larta ushqyese. Studime të ndryshme nga Universiteti Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën në dy konkluzione. I pari ishte se vezët ndër të tjera përmirësonin nivelin e kolesterolit të mirë dhe përmbajtjen e kolesterolit të keq. Studimi i fundit sugjeroi se konsumi i 3 vezëve në ditë për 30 ditë me radhë zmallon tek grimcat e kolesterolit të mirë, por nuk ndryshonte asgjë në ekuilibrat e kolesterolit të keq. Një gjë e tillë nënkupton se vezët nuk janë faktor rreziku për sëmundjet koronare. Vezët kanë ndikime pozitive në shëndetin tuaj kardiovaskular. Studime të tjera kanë treguar lidhje të forta mes konsumit të vezës dhe përfitimeve të shëndetit të zemrës. Në vitin 2013, një studim i publikuar në revistën mjekësore BMJ, të cilës u referohemi, konfirmoi se ngrënia një vezë në ditë nuk shkakton asnjë sëmundje të zemrës dhe as ishemi. Studimet u bazuan në analizat shëndetësore të gjysmë milioni njerëzve të përfshirë në studimet të arkut kohor të 8 dhe 20 viteve. Në vitin 2016, 7 studime të tjera zbuluan se konsumi më shumë se 7 vezëve në javë ulë rrezikun e ishemisë me të paktën 12%. Shumë studime kanë sugjeruar se diabetikët duhet të tregojnë një kujdes më të madh edhe me kolesterolin edhe me konsumin e vezëve. Vezët janë të sigurta për diabetikët, madje nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak ose të trigliceridëve. Problemi qëndron tek yndyrat që përdoren te gatimi i vezëve. Sipas ekspertëve, problemet me vezët qëndrojnë gjithmonë tek yndyrat e shtuara. Nëse vezët skuqen me shumë gjallë po së shoqërohen me mishra të përpunuar siç janë salçiçet ose sallamrat, atëherë do të arrisin kolesterolin e keq dhe rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër. Sipas të dhënave të Healthline, një vezë mesatarisht ka vetëm 1.5 gram yndyrë të ngopur, 72 kalori, 70 mg sodium. Një pjatë me vezë, sallam dhe djath ka 12 gram yndyrë të ngopur, 450 kalori dhe 1290 mg sodium. Pikpamja kontradiktore e vezëve qëndron gjithmonë edhe te mënyra e gatimit të tyre. Studimet klinike nga ana tjetër kanë patur të pamundur të zbulojnë edhe dëmet e mëdha të tyre në rast se ai shtoni ato të zjera, pasi ekspertët cilësojnë se mënyra më e sigurt për të konsumuar vezët qëndron te forma e tyre e zjerë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm dhe një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të tyre është sigurisht përgatitja e saj në formën e tyre të zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë lloj forme? Vezët përmbajnë rreth të paktën 210 mg kolesterol, që cilësohen si një nga zgjidhjet më të mira shëndetësore për organizmin edhe parandalimin e komplikacioneve. Sipas të dhënave, ngrënia e një vezë në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor ju ndihmon ndjeshëm edhe në balancimin e përfitimeve të vlerave të trupit edhe në rritjen e përfitimeve të tij. Yndyra të mira që gjenden te veza e zjerë do t'japin reduktimin e një sër komplikacionesh. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat do të ndihmojnë ndjeshëm në ruajtjen e niveleve të yndyrave të shëndetshme dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës dhe përrjedhojnë nivelin e sheqerit në trup. Vezët janë të mira edhe për shkak të niveleve të duhura të proteinave cilësore që ato ofrojnë. Organizmi ka nevojë për proteinë për forcimin e muskujve. Mbi të gjitha strukturat posaçme mbrojtëse për muret e qelizave dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni për shëndetin tuaj më shumë dhe të reduktoni një sër komplikacionesh, përfshijeni vezët e zjera në dietën tuaj.
Vezët e zira janë një mburojë shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të syve, duke parandaluar komplikacionet dhe duke rritur kështu edhe përfitimet më të larta për shëndetin. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është mjaft e rëndësishme për shëndetin e syve, për thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe nga verbëria. Ndaj konsumi i vezëve të zjera në këtë aspekt do t'japë rezultate të shkëlqyera mbrojtëse në përfitimin e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që vezët i keni pjesë të dietave tuaja të përditshme, duke ditur edhe elementet ushqyes që kanë për shëndetin e kockave. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave edhe përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë edhe përfitimet më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që vezët i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që kanë në betejën kundër problemeve të kockave të dobta. Vezët e zjera janë një mburojë mirë shëndetësore edhe për rritjen e vlerave të trupit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një nga zgjidhjet alternative më të mira për shëndetin. Sigurohuni që vezët t'i keni pjesë të gatimeve tuaja kryesisht në formën e tyre të zjerë, dhe vlerat që do t'i ofrojnë trupit do t'a kthejnë atë në një mbrojtje më të mirë për shëndetin e përgjithshëm. Ushqyerja e mirë ndikon drejt për drejti në aftësinë për të mësuar. Kërkimet kanë treguar se konsumi një mëngjesi të mirë dhe të ekuilibruar përmirëson përqendrimin dhe vëmendjen. Aftësitë tuaja do të rriten. Nisja e ditës me një mëngjes të shëndetshëm që përfshin vezët i jep organizmit tuaj pikërisht vaktin e balancuar. Kjo sepse pothuajse të gjitha substancat ushqyese thelbësore që i duhen trupit gjenden te veza. Veza është padyshim e mbushur me 14 ushqyes themelor për vetëm 5 gram yndyrë dhe 70 kalori. Proteinat që gjenden tek veza ju ndihmojnë të bini nga peshat duke kontrolluar edhe vlerat me të cilat trupi juaj thith edhe energjinë ushqyese. Ndaj konsumi i vezëve në dietën tuaj do t'japë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Një studim i kohëve të fundit sipas Healthline tregoi se një mëngjes me bazë veze në të njëjtën kalori si një mëngjes me bazë gjevreku ju bën që të konsumoni më pak kalori, rreth 163 kalori më pak në vaktin pasardhës. Vezët janë një mburojë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit. Vezët japin trurit energji. Kolina, substanca që gjendet me shumicë të veza dhe verda e saj, nxit edhe zhvillimin dhe funksionet më të mira të trurit. Kolina njihet si një nga ushqyesit thelbësor më të rëndësishëm për shëndetin, ndaj edhe përfshirja e tyre në dietën tuaj do t'japë rezultate të duhura në këtë drejtim. Gjithashtu, vezët janë një nga produktet më të mira ushqyese që mbrojnë shëndetin e syve. Vezët do të ndihmojnë për të pasur sy të shëndetshëm. Luteina dhe zeakanthina që gjenden te veza i ndihmon sytë nga reduktimi i rrezeve ultraviolet të diellit, duke ndihmuar kështu në një shëndet më të mirë të tyre. Sigurohuni t'i përfshini vezët në dietën tuaj duke ditur edhe rëndësinë e lartë ushqyese që kanë për shëndetin e syve. Nëse doni të keni më shumë energji gjatë gjithë ditës, përfshihini vezët në dietat tuaja. Kështu, përfitimet e tyre në organizëm do të jenë të larmishme dhe mbi të gjitha, organet tuaja trupore do të përfitojnë ndjeshëm nga përdorimi i rregullt i tyre. Futja e vezëve në vaktin tuaj të përditshëm do të furnizojë trupin me energji dhe ndihmon edhe në evitimin e orareve të pashëndetshme të konsumit të ushqimeve të ndryshme. Kështu vezët do t'japin rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim, do të mbrojnë organizmin në betejën kundër komplikacioneve dhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj në mënyrë të rregullt. Ekspertët i cilësojnë vezët si një nga zgjidhjet më të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve, ndaj sigurohuni që t'i keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.